Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, ashtu si që ndoqët edhe pak më parë, nëpërmjet fleshit tonë informativ, ditën e sotme do të diskutojmë temën më të diskutuar të javës së kaluar, atë të 15 vjeçares nga Saranda. Veprimi i saj, me sa duket, ka shkaktuar një reagim të madh publik dhe jo vetëm. Ndërkohë që mediat kanë dhënë edhe disi informime në lidhje me çështjen e 15 vjeçares, disa prej mediave të cilat paguhen me taksat tona kanë deklaruar që 15 vjeçaria ka lënë ambientet e spitalit dhe kjo absolutisht nuk është e vërtet. Ajo mbetet përsëri në spital, në kujdesin e mjekëve dhe të nënës, pas pak ju e ndoqët nëpërmjet fleshit ton informativ që nëna e 15 vjeçares do japi dëshminë e saj për herë të parë në emisionin Me zemër të hapur ekskluzivisht se çfarë ka ndodhur pikërisht atë ditë teksa festohej edhe 12 vjetori i njërit prej fëmijëve, i djalit të vogël të çiftit, që me sa duket sipas edhe babait të 15 vjeçares, dhënë për kolegen ton Shpresa Dine, janë të divorcuar, por marrëdhënia e prindërve është e jashtëzakonshme në lidhje me të tre fëmijët, me djalin 18, me vajzën 15 edhe me djalin e vogël i cili atë ditë festonte ditëlindjen e tij 12 vjeçar. Po të hym thellë problematikës së kësaj familjeje, duhet të ndalojmë edhe tek fëmia më i vogël, tek djali 12 vjeçar. Në qytetin e Sarandës vite më parë është diskutuar në fakt edhe për dhunën dhe bullizimin ndaj 12 vjeçarit. Madje është dënuar edhe profesori i tij, i cili edhe e ka dhunuar 12 vjeçarin. Për këtë do flasim në ditët në vijim, por ditën e sotme do t'i fokusohemi 15 vjeçares. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Sarandë ku një gjimnaziste 15 vjeçare ka tentuar t'i jap fund jetës duke u hedhur nga kati i 4 i banesës së saj. Fatmirësisht vajza është jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet në gjendje shëndetësore të stabilizuar, por gjendja e saj kërkon mbështetje të menjëhershme psikosociale. Ngjarja ndodhi në banesën familjare në ditëlindjen e vëllait të saj të vogël. E gjithë familja ndodhej në shtëpi në momentin e ngjarjes. Dëshmia e babait tregoi se vajza ishte viktimë e bullizmit në shkollë. Babai i vajzës u shpreh në dëshminë e tij që në çdo shkollë duhet të ketë një psikolog dhe mbështetje për të rinjt. Emisioni Me zemër të hapur ka qenë në komunikim të vazhdueshëm edhe me nënën e 15 vjeçares, e cila ka rrëfyer një gjendje stabile shëndetësore për vajzën. E mitura ndodhet ende në ambientet e spitalit, duke marrë trajtimin e duhur. Sot për herë të parë thyen heshtjen nëna e 15 vjeçares. Ndiqni rrëfimin. Jemi rikthyer në studion e emisionit Me zemër të hapur, përpara se të lidhemi ekskluzivisht drejt për së drejti nga ambientet e spitalit me nënën e 15 vjeçares, me mua në studio Irena Shanaj, psikologja jon. Përshëndetje zonjë. Mirë se erdhe. Në krahun tënd Ibrahim Sako, avokati ynë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Lidhemi drejt për së drejti me nënën e 15 vjeçares. Zonjë, të përshëndes. Përshëndetje zonjë. Më fal pak përshëndetje. Do bëhemi për emisionin, më fal pak se kam emocione. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Javën e kaluar ne kemi folur gjëre gjatë bashk, kemi qarrallet me njëra tjetrën, kam pasur mundësi të takoj nga afër, kam pasur mundësi të flas edhe me vajzën, unë e di gjendjen e vështirë në të cilën ti ndodhesh, por mi e dukur një grua e fortë. Tani do t'i mbledhim forcat së bashku e dashur, sot për treguar atë çfarë ka ndodhur javën e kaluar. Në radhë të parë ti flet nga ambientet e spitalit, sepse është thënë nëpër media që vajza e ka lënë spitalin. Jo, nuk e ka lënë spitalin, atëherë përshëndetje vi. Përshëndetje. Urimi për emisionin dhe kur më zbosh shtylet. Më fal pak. Përshëndetje edhe një herë. Atëherë unë atë ditë isha në punë. Po. Edhe kthem nga ora 12:30. Po. Edhe shkoj në shtëpi. Atë ditë unë nuk e di se çfarë më shtyu që mund të shkoja shumë herë në punë. Unë sa punisht punën e marr në orën 9. Unë atë ditë kam shkuar në orën 8:15 në punë. Po. Edhe i them djalit të madh, sepse djali ka shumë qef, preferon shumë kuzhinën. Po. Dhe atë ditë djali i madh më tha mami më lër lekët mua se do ta bëj unë të gjithë, kurse vishti i ke gati. Ushimin. Okej, thashun. Shkoj në punë. Vi nga puna nga ora 12 faqërek. Vi nga puna, ndërkohë vajza nuk ishte as. Në ato momente,
më merr një mësuese për djalin e madh. Po. Se djali, siç të thash, ka shumë shef kuzhinën. Dhe më thot mësuesja, ku je Zoj? I thash unë, sa do le punën tani për momentin, Po. do fal pak për emocionet, edhe do shkoj në shtëpi, thash, dhe do bisedojmë. Po. Po në qoftë se mund të shtervish, i thash, nga ora 1:30, ose 2, thash, se mundem më parë, sepse do fistoj ditëlindjen e djalit vogël që sa po mbush 12 vjeç. Më fal pak. E kuptueshme. E kuptoj. Dhe në ato momente, djali mos kishte bërë bukën gati, më falni. Kishte bërë bukën djali gati, më tha mami, je gati, tha që ta festojmë për djalin e vogël, më tha mua. I thash, unë gati jam, sa të filltoj pak me mësuesen, i thash, për pjesën tënde, edhe unë gati jam, i thash. Edhe prisja të merja tortën, për 5 minuta unë prisja të merja tortën e djalit vogël. Çdo gjë kisha për gati. Në ato momente vjen vajza nga shkolla. Po. Ishte shumë bukur, shumë mirë. I them mos i kalove më vajzë sot. Më thot shumë mirë mami. Edhe i thash do flas pak me ty, thash po sa të mbaroj me mësuesen, i thash pastaj do flasim bashkë. Si ke kaluar, se shikoj pak të stresuar se nëna gjithmonë për fëmijë. E vërtet. Kujdeset i shikoj, sepse jo për të bërë qefin, po unë jam shumë e përkushtuar ndaj fëmijëve, për ato punoj. Çdo ditë iki në punë, mas ditë jam tërë kohën në shtëpi. Po. Me vajzën jam shumë e lidhur, të them të vërtetën. Flasim për çdo problem, o Daniela si kalove sot, si je sot, kush të bezdisi, kush të stresoi, si çdo natë. E dashur të tërheq pak vëmendje në lidhje me emrin e vajzës, duhet kemi kujdes për të mos zbuluar asnjë të dhënë mbi identitetin e askujt. Kjo është se ju shumë mirë thatë, po, Evis do vi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe unë thash në asnjë mënyrë vajza të lihet vetëm dhe të identifikojë edhe emrin tënd dhe gjithçka tjetër në lidhje me vajzën. Atëherë, në momentin që ju po flisnit me mësuesen, vajzën e pa të shqetësuar, por nuk ju tha asgjë. Çfarë ndodhi? Nuk e pa shumë të shqetësuar, sepse kjo gjithmonë rri pak si është natyrë mbyllur, po, është natyrë mbyllur. Jo, nga ana fytyrës është bardhë, edhe ka të njëjtën fytyrë çdo ditë. Edhe i them unë, vaj, si kalove sot? Shumë mirë më tha mua, okej, thash unë do flas pak, i thash sa të mbaroj me mësuese, edhe mami do ulet poshtë. Unë shtëpinë kam në katin e dytë, edhe unë po flisja me mësuesen në katin e 5 se mos të dëgjoni fëmijë çfarë do problemi. Se unë si karakter kam një gjë që nëse kam diçka, unë flas vete me çdo njeri, nuk mund të flas me sy të fëmijëve. E kuptoj. Qartë dhe shumë mirë bën. Po, edhe i them unë, në ato momente në qytem lartë, unë i them mësuesës erdha. Në ato momente bie sa kthej kurrizin, bie vajza. Ndërkohë në katin e dytë ishte një lla Marina atje, edhe ja bëri teu. Mos thash unë vajza, nuk e di pse ndjeva sikur ishte vajza ime. Dhe në ato momente ishte edhe bashkëshortja, aty ishte djali i madh, ishte djali i vogël. Ishim tamam, që thash ta tregova pak më parë që po festonin. Dhe i them unë, je vajza. Në ato momente zbres, me vrap, nuk e di si kam zbrit shkallët, bathur, bërtitur lërit, se në ato momente unë prisja një gëzim, nuk prisja një të qaja, më kupton. Ndërkohë, vajza me kë ishte në momentin që është hedhur? Ishte me vëllezrit, me babain, a kanë parë diçka ata? Ishin 2 djemt, ishte bashkëshorti, isha dhe unë. Po, në dhomë kjo ishte vetëm, ishte të kravati im dopje, po rinte, po qetësohesh, dhe kishte një patatin, po e hante. I thashën, mos ha patatin, se të bërë vllai bukën, i thashur, do bëj dhe mami një salat, i thash, dhe do ulim i tamam. Edhe çfarë pije do ti, do ta marr unë, thash, çfarë të duash? Se kam një supermarket aty afër dhe i kam thënë, çfarë do ti, unë do të marr, vetëm mos më ha patatin. Mbas ngjarjes, të lutem, le të fokusohemi pak tek ngjarja. A të ka treguar vajza çfarë kishte ndodhur atë ditë në shkollë? Dhe pse ndërmori këtë veprim? Para se të ndodhte kjo histori, vajza mua më thot para 3 ditësh, që mami thot mu në shkollë më shqetëson një vajzë dhe një djalë. I them una, nuk e që të shqetësohesh, se ti ka mami shumë të bukur, shumë princesh, i thash, edhe nuk e që të mërzitesh, i thash, mos i kse përgjigje se heshtja, i thash, është më e bukur.
Kjo thot jo mami, thot unë mërzitem, thot pse më thon, sepse ti je më e bukur nga ato, i thash edhe nga bukuria që ti ke thash ato xhelozojnë. Shiko, vajza duhet theksuar është në klasën e 10, në vitin e parë të gjimnazit. Ndërkohë që vinte nga sistemi 9 vjeçar. Atëherë, shoqe dhe shoqe të 9 vjeçares ka në shkollën në gjimnazin ku është? Në klasën e saj ka shoqëri të dikurshme apo është një shoqëri krejtësisht e re? Nxënës të klasës, njohje nga 9 vjeçarja ka vajza? Për këtë informacion nuk e dini. Kam pyetur vajza, di që tek ajo shkolla, di që ajo vajza nuk ka qenë në klasën e 9, edhe ai djali që më ka shekuar. Nuk janë në klasën e 10, nuk janë paralel. Janë në klasën, janë në klasën e vajzës janë në klasën e vajzës, por nuk kanë qenë në 9 vjeçare bashk. Nuk kanë qenë në 9 vjeçare bashk, një djalë dhe një vajzë të cilët e bullizonin për çfarë? Të ka dhënë detaje vajza për çfarë? Që të kuptojmë dhe ne. Më ka thënë që sa e shpifuria, kjo ka qenë. Ua sa e shpifur që jeti dhe nuk mund t'i përdorim sepse nuk e kam në karakter. Jo, të lutem mos i përdorim transmetim. E qartë. Pra nuk po i gjente veten në ambientet e klasës së 10. Pikërisht nga një djalë dhe nga një vajzë. Ja ta mbaroj të lutem. Dhe i thotë djalit madh kjo. Të thash, unë isha duke biseduar me mësuesen për pjesën e djalit për shkollën, që të vej për kuzhinë, ndërsa vajza fliste me djalin tim të madhin, e kam 18 vjeç, që i thoshte, o Lali, kështu, tha, më ka shqetësuar një vajzë, se kjo si tip është shumë e mbyllur. Jo se nuk flet fare, po pjesë ofendimit, apo pjesë ta shpjegoj, nuk i përdor fare vajza ime fjalë. Dhe unë kur kam diçka me shtëpi, qoftë me djalin e madh, qoftë me bashkëshorti, unë dalë bisedoj gjithmonë vetëm, sepse nuk na kanë fajin fëmijëve. Fëmia ka ardhur në jetë, jetoi. Pas ngjarjes ju jeni nisur menjëherë në spitalin e Sarandës, apo jo? Ja ta shpjegoj unë. Duke zbrit, unë jam në katin e 4, duke zbrit shkallët, e lash mësuesen, lash telefonin dhe kam ikur, nuk e di si kam zbritur shkallët, me vrap kam ikur zbat. Po shiko poshtë, jo, vajta njerë tek dhoma. Shikon, vajza ishte në shesh, në katin e parë, në shesh, në asfalt. Ku kërciti la Marina, po la Marina nuk është e imja, është e Gjitonit. Është në katin e parë. Ajo e mbajti vajzën. Dhe kur shikoj unë vajzën poshtë në katin e parë, aty u çmenda fare, normale si çdo nën, i ka dola në vetja fare, bërtit qaj u lërit vajta atje, ndërkohë në atë momente më lidhen tërë Gjitonët, erdhi dhe policia, po policia nuk ishte për këtë rast, ishte për një rast tjetër. Doni them policisë të lutem me një ambulancë se po i vajza ime. Qaj bërtit aty në ato momente, normale dihet, edhe unë bëra një vrap, sikur do veja më shumë nga urgjenca, ikja kot më kot, brita me brit kthej që të merrja ambulancën, në ato momente, për 10 minuta, ka ardhur ambulanca, për 10 minuta. Ka ardhur ambulanca, kemi vajtur në spital, unë djali dhe me vajzën, kjo më shumë donte djali, më thoshte mu mami dua vllajin e ke këtu, i thashëm mos u mërzit, neve jemi këtu, do bëhesh e fort, je e mirë, je e bukur, të ka mami zemër, mos u shqetëso, vajtëm në spital, dhe aty i bërën të gjitha, dhe më thanë që duhet shkosh në Tiranë. Ndërkohë në ato momente unë e humba fare, më kam bajtur motra me ujë të ftohtë. E qartë, erdhë drejt Tiranës, je vënë komunikimet gjithë ne, me stafin mjekësor. Ja ta mbaroj të lutem, ta mbaroj deri në fund që të më po mirë, që të mos japim shumë detaje, doja të mos dilnin shumë detaje nga kjo histori, prandaj ndoshta her pas here ju kanalizojmë pyetje. Në orën 4:45, neve kemi marrë ambulancën dhe jemi nisë për në Tiranë. Kemi vajtë tek Ushtaraku. Atje një shërbim shumë mirë më kanë pritur, me pjetën normale. Pa ndodhi si ndodhi, e gazetajnë që është. Po që të ndodhi që nëna nuk është aftë për fëmijë, nuk ka shanse. Sa i mbajnë fëmijë të pjesësh aty ku jetoj unë, nuk ka shanse. Jam shumë e aftë, kam bërë dhe në aty punë, që vajzës time mos i mungoj asnjë gjë, as mos të bollozohet, as mos jetë. Shiko, bullizimi nuk varet nga ju zonjë, bullizimi nuk varet nga ju. Shiko, ne do ta diskutojmë pas pak se çfarë nëne jeni ju, do flasim pak për familjen tuaj, sepse na ka bërë shumë përshtypje në gjithë këtë histori dhe intervistën e bashortit tuaj që ka dhënë për kolegen Shpresadine në momentet e para të ngjarjes. Ai ka treguar që ju jeni të divorcuar, mënyra se si ju shpreheni për bashortin tuaj duke e cilësuar përsëri bashort, pavarësisht se ju jetoni fizikisht të ndarë, por jeni gjithmonë bashkë dhe prindër shumë të mirë për fëmijën. Të paktën në këtë javë që unë jam
në komunikim të vazhdueshëm me ju, mund ta konfirmoj pjesëmarrjen edhe të babait të vajzës, por edhe prezencën tuaj dhe për mënyrën se si komunikoni me të. Më duhet të dalë dashur në një hapësirë publicitare, ti mos u largon nga kjo lidhje e drejt për drejt, do ndajmë shumë detaje bashkë të kësaj historie. E ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi një herë në studio. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë dhe kam përsëri në lidhje telefonike nga ambientet e spitalit nënën e 15 vjeçares nga Saranda, e cila tentoi vetvrasjen për shkak të bullizimit dhe lidhe me zonjën në këto momente. Zonjë, më dëgjon? Po, dëgjoj, po. Atëherë, do doja të dija fillimisht, sepse edhe gjatë hapësirave publicitare, edhe të ftuarit në këtë studio, jam prindër dhe ndajmë edhe përvojat tona, sepse nuk është vetëm vajza juaj. Është një agresion shoqëror në Shqipëri, që po ndodh së fundmi dhe ky agresivitet shoqëror me sa duket përfshin edhe fëmijët dhe do flas me të ftuarit edhe për përvojat. Po ta them këtë gjë që nuk je vetmja. Mund t'ia thuash edhe vajzës, sepse edhe psikologja jon do ndaj një përvojë të saj personale, vetëm të para pak ditëve, kështu që nuk jeni vetëm, por çështja është si ta zgjidhim të gjithë këtë situatë. Fillimisht do doja të dija, çfarë thon mjekët në lidhje me vajzën? Vajza është shumë mirë, i ka bërë të tërë analizat, i ka dalë shumë mirë, nuk ka as thyrje këmbas, koke as krahat. Mbrëm kemi ndërprerë surumet. Kemi ndërprerë mbrëm dhe mund të rrim sot, besoj nesër mund të dalim. Dhe me kaq të shpresojmë të mos i rikthehet më këtyre episodeve, besoj se do jetë një punë mbështetëse nga ana juaj, por edhe nga ana e psikologëve. Do doja të dija, shkolla në cilën studion vajza është interesuar gjatë gjithë këtyre ditëve? Unë vetë nuk jam interesuar, vetëm kam marrë një mësuese dhe kam thënë që kur të dal nga spitali do flas me prindit të djalit dhe vajzës. Si ka qenë? Kurse do ta lë me kaq? Po tani për momentin unë jam në spital dhe nuk kam folur informacione. Pra, ju si nën keni telefonuar shkollën dhe jo shkollat ju telefononte juve si prindër? Asnjë nuk më ka marrë mua, unë i kam marrë ato dhe i kam thënë kështu që nuk do ta lë me kaq, po kur të dalë do bisedojmë. Nuk kam punë me fëmijët, as me djalin, as me vajzën, ato normal janë fëmijë. Po me prindit, me babai, nën, çfarë ka ajo vajza dhe ai djali, do vetë të bisedoj. Patjetër. Patjetër. Megjithatë, por mua më ka marrë vetëm një mësuese. Po. E di, nuk mund ta bëj emrin. Jo, mos e bëjmë publik, po. Ti është vajza shumë mirë, vajzën e kam shumë mirë thash, ti interesohet me që është prindit djalit dhe vajzës, që unë kur të vi atje ku jetoj, patjetër që do merrem me këtë çështje, nuk mund ta lëm me kaq. Qartë, vetëm do doja të dija, e ke pyetur vajzën në dieninë e saj, shkolla në të cilën është, a ka psikolog? A është njohur ajo në këto ditë të para të vitit shkollor me psikologen? Në shkollën që është vajza nuk ka psikolog fare, kanë thënë që është azane, nuk mundet psikologja. Ndërsa mua më mori një mësuese dhe më tha që Zoj, kur të dalësh nga spitali, sa kam gjetur psikologën që nuk është azane. Në shkollë nuk ka psikologë fare, që duhet kishte. E qartë. Edhe polici nuk është se rri në derën e shkollës, por rri me telefon jashtë shkollës. Që kjo gjë nuk është normale. E qartë. Megjithatë, problem kryesor në familjen tuaj është edhe djali 12 vjeçar, edhe ai refuzon të shkojë në shkollë sepse edhe ai bullizohet, ndërkohë që ka një histori të së shkuarës, të cilën do ta flasim në ditët në vijim së bashku, por edhe me bashortin tuaj. Mua më vjen mirë edhe për mënyrën se si ti në fakt i drejtohesh babait të fëmijëve. Babain e fëmijëve unë e kam në studio. E kam në studio me fytyrën e mbuluar, identitet i pashfaqur, pavarësisht se të gjithë mediat janë nxituar duke zbuluar imazhin e tij, të dyja së bashku le ta përshëndesim zotrin. Zotri, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Më vjen mirë që ju kam dëgjuar me zonjën, kam shumë ditë që diskutoj, që nga java kaluar, që nga momentet e para e kam takuar një nën shumë e përgjegjshme. Po si zonja ju kam takuar edhe ju dhe ju flisni me një respekt të papar për nënën e fëmijëve, por sidomos edhe për fëmijët e tu. Më vjen mirë që japim edhe këtë shembull në publik që mund të jeni partner të ndar, bashkor të ndar fizikisht, por ndërkohë ju mund të bëni edhe rolin e prindrit siç po e bënit atë ditë. Më vjen mirë që e keni këtë lloj marrëdhënie me njëri tjetrin. Zoj, më dëgjon?
Po, të dëgjoj, jam... Shiko, flasim për një ndarje fizike, ndoshta është një ndarje përkohshme si partner, ju si burrë dhe grua, si bashkëshort. Gjithsesi, ju jeni shumë të ngushtë në lidhje me fëmijët. Nga buron kjo gjë për t'ia dhënë një mesazh edhe gjithë atyre që po na ndjekin në transmetim? Një marrëdhënie jashtëzakonshme juaja, më bën përshtypje shumë. Unë të flas unë Po, ju zonjë. Unë, për pjesën time, për pjesën vajzës, unë s'ja kam lëshu kur dorën. Ndërsa këtë mesazh jap edhe për prindit që asnjëherë mos i lëshojnë dorë. Pavarësisht se çfarë kemi neve burrë, grua, çdo familje, po për fëmijët nuk duhet të sillen ashpër. Unë jap mesazhe të ndahen me paqe, po marrëdhënia duhet të funksionojë normale. Zonjë, në vijim. E di çfarë më bëri përshtypje? Që familjarët e tu më të ngushtë, kur përfshihet nëna, babai, vëllezër dhe motra, ende nuk e din largimin fizik të babait të fëmijëve. Ai është fizikisht me fëmijët çdo ditë, ose sa herë ka mundësi, festoni ditëlindjet së bashku. Ama ata familjarët e tu ende nuk e din që ju keni vendosur të jetoni pak kohë larg njëri tjetrit. Jo, asnjë nuk e di dhe as kisha ndërmend ta tregoja. E qartë. Se është kjo një gjë është brenda familjes. Po fëmijëve ke mundur t'ia tregosh pse babai do jetë larg fizikisht, por... Jo, nuk i kam thënë fare, thjesht i kam thënë që ke një baba të mirë, ai përkujdeset shumë, realisht përkujdeset shumë për fëmijët. Është shumë i përkujdes që nuk mi ka lënë as në një moment vetëm fëmijët. Ndërkohë kur jam unë në punë, jam unë paraditje në punë, ai është gjendur të fëmijët. Asnjëherë absolutisht, jo. Absolutisht. Javën e kaluar, ai ishte në Tiranë, në spital, pranë jush, pranë vajzës, ditën e sotme po ashtu. Edhe sot ishte. Po, patjetër. Më vjen mirë për marrëdhënien tuaj. Është lidhur me fëmijët, edhe unë, pavarësisht se çfarë si kemi marrëdhënie, prap unë është babai i 3 fëmijëve dhe normale që do ta respektoj. Se baba për fëmijët e mi nuk bëhet njëri normale. Megjithatë, do ta kesh të vështirë me 3 fëmijët, me djalin 18 dhe atë 12, por edhe me vajzën 15 vjeçare, kur ti riktheheni normalitetit tuaj, unë shpresoj të jetë sa më parë, ditën e nesërme shpresoj se dilni. Jam kështu interesuar për një shtëpi se kur shkoj atje nuk rri dot as unë as vajza. Qartë, edhe këtë, po. Edhe këtë do ta prekim pak më vonë, kur ta diskutojmë, sepse shërbimi social në bashkinë e Sarandës, nuk e di a ju kanë telefonuar apo jo, por kanë qenë të interesuar. Po pra, kanë qenë të interesuar në lidhje me një kontakt tuajin dhe që do keni mundësi kur të ktheheni në Sarandë të kuptoni nga shërbimi social se kush janë ndihmat që do t'ju afrohen drejt për së drejti juve si familje, të paktën të largoheni nga ajo banesë. Apo jo? Patjetër që të largohem, patjetër. Ka marrë dhe shoqërinë time, i ka marrë dhe tëra, i ka më thonë, më shikoni për një shtëpi se vajza më thotë që mami, unë atë ka shtëpi nuk futem më. Shiko të më gjë shtëpi nuk ka shanse të rimatje, thotë. As nuk dua ta shikoj më, thotë, jo të shkoj. E qartë. Kështu që jam munduar, po nuk kam gjetë deri tani. Dua ta dëgjoj pak edhe bashortin tënd të cilin e kam të ftuar në këtë studio. Po, faleminderit. Jo, vazhdo që ndro se je pjesë e emisionit. Unë të falenderoj për prezencën fizike në këtë studio. Në momentet e para ju keni folur, ju e keni treguar në fakt që nuk jetoni bashkë fizikisht, se s'mund ta them një divorc, zonjën ju e pat që vazhdimisht ju drejtohet me emër bashkëshort, si gjatë transmetimit live, si edhe pas gjatë hapësirave publicitare, një respekt të papar për juve. Do doja të dija, në momentin që ndodhi ngjarja, ju keni qenë aty për të festuar ditëlindjen e 12 vjeçarit. Vajza ishte në dhomë, nuk pat asgjë, nuk kuptuat asgjë. Sa erdhi në fillim nga shkolla, unë isha prezent aty, ku i tha djalit të madh që babi, më foli njëherë me mua, babi jam zënë sot me një vaj, jo jam zënë, po më shante një vaj sot, tha, gjithë ironia, ajo ishte bashkë me një shokun e tij. Edhe gjithë ironia, po pse me xhani babi, ti thash, ti mos u mërzit ato, le të ofendojnë, le të thonë çfarë duash. Edhe në atë moment vjen djali i madh. Po nëse i thotë, si që tregon vajza në telefon, unë nuk e kuptova atë, i thot, kjo vajza, unë besoj që vajza gjithë javës ishte shumë stresuar, për nuk që faqej. Pra, ishte ngarkuar, pra, kishte ditë, se e tha dhe zonja, edhe 3 ditë më përpara, më duk që... Edhe para që jepshim në mëngjes, e jepte nëne vetë, ajo i silte përsëri në drekë. Unë e kuptoj që nuk hante ushqim. Edhe e pyeta përsëri, çfarë ke, pse nuk ha bukë, pse i kthen lekët mrapsh? Po jo, babi, nuk jam mirë, nuk ndjehem mirë. Jo kisha detyra, më thoshte. Gjatë kësaj bisedës, u ju kthye djalit madh, duke treguar diçka në telefon, përsëri mirë i thot djali, ti mos u mërzit, thot, dhe ti rregullojmë këto punë, thot.
edhe shkon e shtrihet në krevatin dopje duke ngrënë një patatin. Edhe djali vazhdon gjithmonë me djalin e vogël, ulëm në një divan edhe po rrinim. Ndërkohë që bashkëshortja jashtë bisedonte me një mësuese, edhe nuk e di se si ishin ato momente, vjen brenda mbaron mua bisedën, edhe vjen edhe bërtet, ulëret aty si ç'është një zhurmë nga balkoni, i thot, i themu, nuk e di e dëgjoja se do gjë, po i themu, shiko vajzën, lere zhurmën, çfarë mund të jetë, po shiko vajzën. Sepse një rast tjetër, vajza më doli përsëri e stresuar në salonin e shkallëve, në atë bordurën, edhe unë mbështet atje, edhe thashë, Danila, mos më mbështet shumë atje. Të lutem me emrat. Po? Bije, thashë, mos më mbështet shumë atje, thashë, babi më thot mua, si kur më shtyn djalli, thot e hidhem. Ma thot këtë fjalë, po ka 3 muaj ky muhabet, edhe duke fiksuar atë una, kjo përsëri, kur bërtiti bashkëshortja, vajza, na u erën sy të gjithë dhe nuk pam se si kemi zbritur shkallët. Shiko, vajza përshkruhet edhe nga shoqja e saj e ngushtë, por edhe nga ju që është një natyrë urtë dhe shumë e mbyllur. Por unë nga ju që ju po tregoni burrë dhe grua, ajo të paktën shqetësimet e saj të shkollës i pas ka shprehur vazhdimisht dhe ju si prindër apo edhe djali i madh ka tentuar ta qetësoj vajzën, por edhe të marrë masat e duhura. Duke i anashkaluar ato ajo, duke i lënë si e sot babi më mirë. Pra nuk i ku shumë rëndësine. Se edhe ne duhet të ishim një qik ma afër, ma ta ngasmonim pak të zbulohesh. Megjithatë gjërat kanë ndodhur shumë shpejt. Edhe ju ndoshta keni treguar atë qytetarin tuaj për të bindur vajzën. Zonja juaj tha që do shkoja edhe në shkollë për të folur për mësuesit, por nuk arrit të bënte gjithë kjo sepse vajza mori iniciativën të cilën nuk kemi pse e përmendim më në këtë studio. Atëherë, do doja të ndaloja pak tek psikologja. Irena, me sa duket këto shqetësime të vajzës janë parë nga prindrit, janë munduar të flasin në shkollë. Klasa e 10, viti i parë i gjimnazit, njohje të reja, klasa të reja, nuk po përshtatej dot me shoqërinë, një djalë dhe një vajzë dhe ajo nuk etiketon gjithë klasën, ose disa individ, po etiketon një djalë dhe një vajzë, të cilët e kanë bullizuar për mënyrën se si kanë folur dhe çfarë do të thotë që e ka rënduar gjendjen akoma dhe më shumë të kësaj 15 vjeçare. Ndërkohë që nëna thotë, dhe sipas informacioneve që unë kam pasur, psikologja e shkollës është atzan. Por unë e di që kur nga stafi arsimor dikush merr lejen e lindjes, sepse do të lindi dhe mund të vi një zëvendësues. Por nuk e di pse kjo shkollë nuk i ka marrë këto masa. A duhet ishte vënë re nga stafi pedagogjik i shkollës, sepse familja e ka vënë re dhe është munduar me aq dieni sa ata kanë. Por fakti që duhet edhe prezenca një psikologu të njihej me klasat e 10-ta, të prezantohej, ndoshta të fliste edhe mbi bullizmin dhe mbi fenomenet të tjera, ka bërë që vajza të marrë iniciativën, të cilën nuk do donim as ta pasqyronim dhe as ta jepnim si mesazh. Më thuaj pak, çfarë duhet të kishte bërë ndryshe? A duhet ishte parandaluar si ngjarje? A mundet? A është e mundur, a do ishte e mundur të parandalohej? Sigurisht, këto janë ngjarje shumë të trishta dhe ngjarje tepër alarmante. Së pari shërim të shpejt vajzës, rënqetëse si histori, ka patur sinjale të hershme të alarmit, ka patur sinjale të heshtura në vuajtjen emocionale që vajza ka jetuar për gjatë kësaj periudhe në këtë fazë transitore, pra ka përcimin nga klasa e 9 në klasën e 10, që nuk është një etapë fort e lehtë, sepse është një stad moshor shumë delikat. Është adoleshente, një 15 vjeçare me një shpirt të brisht që thyet lehtë dhe mjafton një etiket identifikuese që ti e shëmtuar, që ajo të zgjedh të heqë dorë nga jeta e saj, jo sepse nuk e do jetën e saj, sepse tentativa e vetvrasjes nuk është të mos e duash me jetën, por të mos e përballosh dot realitetin e përditshëm që jeta po të ofron.
Kur dembja bëhet më shumë se dëshira për jetën, atëhere mbetet e vetmja zgjedhje. Përsa i përket shërbimit psikosocial, sigurisht që është një strukturë që bëhet në strukturë dhe gjithashtu lexohen nevojat për vitin e ardhshëm shkollor dhe patjetër që punonjësi i SHPS-s, i shërbimit psikosocial, është një figurë kyçe, është një rol kyç në moderimin e njësër dhe adresimin e njësër vështirësish dhe problematikash dhe dinamikash në kontekstin shkollor. Është padyshim një prani e domosdoshme në jetën e nxënësve. Të gjithë duhet bëjnë rolin e tyre, nuk mund të qëndrojmë të heshtur dhe nuk mund të qëndrojmë indiferent, pra duke filluar çdo punonjës i institucionit arsimor, çdo mësues, çdo oficerët e sigurisë, punonjësi social, gjithkush mund të lexojë dhe mund të shohë diçka të dyshimt, ama e rëndësishme është që të jepet zë, e rëndësishme është që të adresohet në kohë, sepse janë thënë sinjalet e heshtura, ka patur një mungesë dëshire për të shkuar, ka patur një izolim të thellë. Ky do të ndalesha tek një moment që zotëria ndalojmë pak tek bullizimi mes adoleshentëve dhe një trend në rritje me sa duket që po na çon edhe në fatalitete, i shtuar. Sepse jo më larg se prilli 2025-s, në një tjetër rast në Gjirokastër, një 17 vjeçar me inicialet VP ka marrë iniciativën e vetvrasjes, por me fatalitet, për fatin e keq. Dhe unë nuk e di në këtë zonë, do me thënë, roli punonjësit social, i shkollës, e komunitetit, janë disa hallka zinxhirit të cilat janë shkëputur dhe duhet të koordinohen me njëri tjetrin. Kjo është çështja, pse është ky trend në rritje mes adoleshentëve për të cilësuar se kush është më i bukur dhe kush është jo më i bukur. Ndërkohë që unë që e kam parë vajzën, nuk di, do me thënë, se për çfarë bukurie bëjnë bashkëmoshatarët fjala ideali dhe ai vajza që e kanë bullizuar ndaj kësaj vajze që në sytë e mi është shumë e bukur. Për fat keq jemi në një, si shoqëri, jemi në një kolaps të jashtëzakonshëm edukimi. Ne shikojmë komunitetet gjithmonë më të pasigurta. Do të shikojmë një agresion të shtuar mbi të gjitha, verbal, shikojmë fyerje, etiketime, tallje, dhe po flitet shumë pak që ky bullizmi në vetvete është dhunë e mirëfillt dhe rëndon dhe lëndon pa aq sa dhuna fizike. Këtë lloj agresioni, këtë lloj agresiviteti më tepër e shoh te prindrit sesa tek fëmijët. Se po të kishin qenë prindër të tjerë, të cilët do ta merrnin situatën në dorë, do shkonin dhe të përballeshin me bashkëmoshatarët e fëmijës së tyre, gjë që nuk e kanë bërë këta prindër, ose do shkonin të ankoheshin në shkollë, shkolla do vijej pak në lëvizje. Po janë prindër të qetë që shikojnë punën e tyre, kanë hallet e tyre, mbijetojnë, po i ndodh ai divorci fizik fillimisht, por janë prindër prezent në të mirat dhe në të këqijat e fëmijëve të tyre. Pra, po çikosh edhe babai dhe nëna, veç mas ato tregojnë që ne i folëm vajzës, ne e paraprim, ne folëm edhe me djalin. Pra, 15 vjeçare kishte folur me vllajin 18 vjeçar, që dëgjoj, mua kjo po më bëhet, është një vajzë që është shprehur, jo se nuk është shprehur. Po ka prindër që e mendojnë më nga ana qytetare, siç janë prindrit e 15 vjeçares. Kanë patur një qasje shumë të butë dhe shumë qytetare dhe realisht më vjen keq që gjendeni në të tilla kushte dhe uroj vërtet një rikuperim sa më të shpejtë dhe juve t'jeni në gjendje që ta superoni, ta tejkaloni si hall. Agresiviteti është më i shfaqur tek prindrit apo tek adoleshentët? Te prindrit nuk duhet ndodhë normalizimi i agresivitetit. Pra, ne nuk mund t'i përgjigjemi dhunës si një fëmijë tjetër me dhunë. Pra, ta nxitim fëmijën drejt, nëse vërtet ky shoku të tregohet agresiv edhe t'i përgjigju. Për rastin, në fjalin institucioni shkollor nuk është marrë, të paktën ata e kishin për detyrë të dilnin në media, të tregonin të vërtetën e kësaj situate, të mos e mbanin të izoluar duke mbajtur median larg, por ti e dëgjove, unë pyeta edhe nënën, që nëse nuk ka patur reagim, atëherë është vërtet për të ardhur keq, sepse në këto raste nuk mund të qëndrosh, nuk mundet që ky rast të kalohet
me një heshtje institucionale, sepse... Çfarë tregon kjo heshtje? Sepse e kanë mbajtur rastin e izoluar. Rasti është në media, edhe kur gazetarët kanë shkuar në shkollë, nuk ka dashur nga stafi arsimor askush të flasit, paktën të kishte thënë detaje në lidhje me ngjarjen ose të hiqte përgjegjësinë. Po fakti që psikologja është atzan dhe nuk është zëvendësuar, këtu besoj se... Si, përgjegjësia shpërndahet këtu dhe përgjegjësia është kolektive. Është përgjegjësia çdo punonjës arsimor të kujdeset. Pra, në momentin që është lexuar, dëgjuar një diçka e tillë, patjetër që mund të referohej, mund të adresohej. Dhe nuk ekziston vetëm figura e psikologut, pra mosprania fizike e një psikologu në kontekstin shkollor nuk justifikon mosmarrjen e shërbimit psikologjik. Pse? Sepse është një njësi për shërbimin psikosocial, që shkolla mund të adresoj nevojën që kam një grup fëmijë që ka nevojë për mbrojtje të shtuar. Dhe nëna po thoshte që do dalë tani nga spitali dhe nuk mund të qëndrojë në të njëjtin mjedis sepse ndjehet e pasigurt, ndjehet e pambrojtur. A duhet ishte monitoruar rasti më parë, e kam për të dy se duhet të dalë në hapësirë publicitare, prandaj po e shtroj këtë pyetje, edhe shërbimi social i Bashkisë së Sarandës. A duhet të monitorojë familjen në nevoja të tilla, me specifika të tilla, përpara se të ndodhi ngjarja? Besoj se çdo punonjës sociali, çdo njësi administrative ka disa të dhëna i riskut dhe është një grup teknik ndërsektorial. Dhe jo të ndodhi rasti dhe më pas të kërkohet kontakti i nënës, të vihet në kontakt me nënën shërbimi social dhe mbas këtij rasti vetë flijimit të vajzës që ishte pa fatalitet, hajde ta ndihmojmë tani mbasi ndodhi kjo ngjarje. Unë shpresoj se në përbot shërbimi social nuk vepron kështu. Është 24/7 në terren në çdo moment të ditës, jo vetëm kur adoleshentët kanë nevojë, por për çdo situatë tjetër. Qasja është parandaluese, më tepër se trajtuese, dhe ka pafund edhe të informojmë publikun. Pra, funksionon edhe pjesa e platformave zyrtare, funksionon shoqëria civile, funksionojnë fare mirë linjat e mbështetjes, pra është ALO 116, janë organizatat si CRCA-ja që janë të dedikuara në mbrojtjen e fëmijëve dhe në parandalimin e vetvrasjeve. Që nuk funksionojnë. Që kanë shpëtuar shumë jetë të miturish edhe adoleshentësh, do të thoja, që institucionet, organizatat dhe çdo lloj shoqërie tjetër, shoqate civile apo organizate shtetërore që duhet të trajtojë dhe të merret me këto probleme, kanë dështuar kryekëplut nga fillimi deri në fund. Megjithatë, nuk është çështje organizatash, sepse nuk është çështje organizatash, por është çështje institucionale. Organizata apo ALO 116 ku ka pasur japin ndihmën e shpejtë në emergjenca psikologjike, i adreson dhe merr dhe janë telefonuar përveç rasteve kur nuk janë përgjigjur, por në ato raste që janë përgjigjur nuk kanë reaguar. Mirë, dalë në hapësirën e dytë publicitare, me sa duket është hapur edhe debati i institucioneve e organizatave në mbrojtje të drejtave të fëmijëve dhe jo vetëm, por edhe të qytetarëve. A duhet ishte parandaluar gjithë kjo ngjarje, sepse pas kësaj ngjarje unë shpresoj që masa do merren. Megjithatë, do monitorohet nga emisioni Me Zemër të Hapur e gjithë kjo ngjarje dhe kush janë masat që do marrë shërbimin social pranë Bashkisë së Sarandës. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit. Ka kaluar një javë nga bullizimi i 15 vjeçares e cila tentoi vetvrasjen, por për fatin e saj të mirë tenda e katit të parë të fqinjit, me sa duket e ndihmoi vajzën për të mos shkuar në fatalitet, por të jemi në këto përmasa që ajo shumë shpejt do të lërë ambientet e spitalit për të rikthyer në familje. Sipas nënës, ju e dëgjuat, vajza nuk kërkon të rikthehet në të njëjtën banesë, arsyet dihen dhe kuptohen tashmë, gjithçka mund të sjelli kujtimet e asaj çfarë ka kaluar një javë më parë. Megjithatë, shërbimi social, me sa duket pas ka folur me nënën e vajzës në telefon, por do doja të dija nga babai, i cili në këtë një javë ke qëndruar me djalin 18 dhe 12 vjeçar. 12 vjeçari ka bërë rezistencë për të mos vajtur në shkollë. Për shkak të bullizimit, por kjo është një çështje që ne do ta flasim në ditët në vijim. Atëherë, do doja nga ju, ka trokitur dikush në familjen tuaj?
nga bashkia e Sarandës? Jo, deri sot e 7 ditë, asnjë nuk ka ardhur. Askush nuk ka ardhur? As edhe një, zero. Mësues të shkollës? As mësues, as nga Punonjë bashkia. social, psikolog? Jo, as edhe një fare. Polici? Polici zonës? Vetëm në vendngjarje. Jo në vendngjarje, më pas. Flas më pas. Mbrapa jo. Askush nuk është interesuar. Askush, asnjë. Po vëllezërit çfarë thon për motrën e tyre? U vjen keq, pra ta që ndodhi, po. Në djali madh sidomos. E kërkojnë? Po. Edhe i vogli tha një ditë, babi tha, pse u hodha një latje, tha, ne do banim datë lindjen, tha. Po. Pra ata si ja ke shpjeguar? Po mirë, 18 vjeçari edhe mundet të... Ai e kupton, i vogli nuk e kupton dhe aq mirë përse u hodh motra vetë. Vllai madh e di. Nga shkolla e 12 vjeçarit e djalit vogël ka ardhur dikush të flasi? Asnjë. Me ju si prindër? Me mua jo, njëherë nuk diskutohet, por që kur ka filluar shkolla, deri më sot asnjë nuk ka ardhur, ose të më marrë në telefon mua, që pse nuk e sjell djalin në shkollë. Fare. Askush nuk është interesuar. Jo, fare. Edhe ne nuk kemi shkuar të interesohemi. Unë vetë nuk shkoja, sepse nuk doja ta çoja, vetëm për këtë arsye bullizimi. E kuptoj. Mirë, avokat, nisi të thoje diçka në lidhje edhe me Irenën, me psikologën tonë, në lidhje me organizatat. Ati lëmë organizatat më njanë, sepse është detyra e institucioneve shtetërore fillimisht, por edhe gjithë procedura ligjore që duhet ndjekë familja me njerë pas rikthimit të normalitetit të kësaj familje. Me përmenda edhe gjatë diskutimit që patëm edhe me psikologin, cili erdhi natyrshëm si pasojë parashtrimeve që u bën studia. Unë e them me bindjen e plot që institucionet shtetërore të gjitha kanë dështuar nga fillimi deri në fund. Ka dështuar roli i shërbimit social pranë pushtetit vendor, Bashkia Sarandë. Ka dështuar roli i shkollës, ka dështuar roli i psikologut që sipas ligjit për arsimin parauniversitar është i detyrueshëm që të jetë në shkollë. Gjithashtu ka dështuar roli i oficerit të sigurisë, i cili me ligj tashmë duhet të jetë pjesë e strukturave të shkollës, të jenë brenda ambienteve të shkollës, janë ata të cilët janë sinjalizuesit e parë kur ka një ngacmim, kur ka një bullizim, kur ka një konflikt fizik midis nxënësve, që më pas duhet ta trajtojë atë me drejtorinë e shkollës, me psikologun, por në raste të veçanta edhe me oficerët e policisë që janë të adëshuar pranë gjimnazave, institucioneve publike, arsimore në vend. E thash që kanë dështuar sepse roli institucioneve duhet të jetë parandalues. Janë ata institucionet cilët duhet të marrin indicjet e para, sinjalet e para, ti trajtojnë dhe ti parandalojnë si raste. Nuk ka më vlerë se si do sillen këto institucione mrapa. Pavarësisht se roli institucioneve dhe pas ngjarjeve është shumë i rëndësishëm, sidomos ai i shërbimit social pushtetit të vendor, ku edhe vetë nëna e tha në rrëfimin e saj që për vajzën është e pamundur një rikthim në ambientet e asaj shtëpie, asaj lagje, por ndoshta edhe të asaj shkolle ku ajo ka studiuar deri më sot. Institucionet duhet të reagojnë, ta trajtojnë si rast, ta marrin në mbikëqyrje, të jenë në survejimin e plot të institucionit vendor, shërbimit social, me psikolog që vajzat të trajtohet për të kaluar këtë rast, do thoja unë tragjik, pavarësisht se deshi Zoti që nuk përfundoj me një rast tragjik. Duhet të theksojmë që këto raste sa vinë vetëm po shtohen, në përgjithësi ka pasur vetëm për vitin 2024 112 vetë vrasje dhe 92 kanë qenë të mbetura në tentativë. Tek adoleshentët? Ku 2 prej tyre kanë qenë adoleshentë. Kjo vjen si pasojë një shoqërie të kolapsuar. Unë kam përmendur dhe herë tjera që kemi qenë këtu në emision së bashku që shoqëria shqiptare ka degraduar, ka humbur çdo rol dhe çdo funksion të saj. Po pse? Lind pyetja pse? Si pasojë e një agresiviteti që ne e hasim në shkolla, e hasim në lagje, e hasim në familje, e hasim në rrjetet sociale që janë bërë një fole dhe një burim kriminaliteti dhe bullizimi absolut. Në qoftë se ne hyjmë në rrjetet sociale, kemi vetëm bullizim, vetëm sharje, adoleshentët në çdo moment ditës hasen vetëm me sharje dhe me bullizime. Edhe në media
shohim vetëm kronika të zeza. Normalizohet dhe bërtitet vetëm tona. Çdo gjë këtu është bërë relative, është relativizuar. Çdo lloj sjellje, çdo lloj bullizimi, sharja, ofendimi është bërë normale. Është bërë normale sepse ne këtë shohim dhe të parte e shtetit që shahen, zihen dhe nuk thonë që janë transmetim live gjithë ditën. Pra bullizimi vjen nga lart poshtë. Bullizimi vjen nga lart poshtë. Përse përket rolit familjes, unë dua të shpreh gjithë mbështetjen time emocionale, por dhe profesionale juve si prindër. Besoj që ju i keni bërë me mundësitë tua të gjithë atë që do bënte një prind, i keni ardhur mbështetje emocionale vajzës. Koha ndoshta ka qenë shumë e shkurtër që ju të reagonit, por ju i keni kuptuar sinjalet e para dhe e keni mbështetur vajzën, dhe unë ju shpreh të gjithë mbështetjen time emocionale, por dhe profesionale nëse do lindi nevoja. E kam thënë e vizë në emisione, si pasojë e profesionit dhe punës përditshme. Kam pasur me qindra raste divorcesh. E kam përcjell si mesazh sensibilizues këtu në emisionin me zemër të hapur, që të mos trajtohen fëmijët si armë për të goditur ish bashkëshortin kur janë procese divorci. Këtu kemi rastin e kundërt. Kemi rastin atyre prindërve që për hir të fëmijëve, pavarësisht problemeve bashkëshortore që ata kanë me njëri tjetrin, janë afër fëmijëve, sillen shumë mirë me fëmijët, bashkëpunojnë me njëri tjetrin, sepse interesi më i lartë i fëmijëve kërkon bashkëpunimin e prindërve dhe mbështetjen emocionale që dy prindërve. Nuk mjafton vetëm kjo gjë, prindët janë aty për të bërë pjesën e vet. Nuk mjafton sepse ndërhyrja sistemike nuk varet vetëm nga familja, babai dhe nëna parandalimi. Për rastet akute siç është rasti 15 vjeçar, çfarë ndodh? Prindërit e kanë çuar fëmijën në shkollë. Shkolla është një institucion edukimi. Shkolla me ligj ka psikolog, ka oficer të sigurisë në ambientet e shkollës. Këta nuk e dinë se çfarë ndodh brenda atij rrethimi, sepse këta janë punë. Këta detyrën e vet si prindër e kanë bërë gjatë fëmijërisë, e bëjnë në gjatë pasditës kur prindërojnë dhe kalojnë kohë me fëmijën, por se çfarë ndodh brenda mureve të shkollës është detyrë dhe përgjegjësi e shkollës. Nga drejtoria te psikologu, tek oficeri i sigurisë dhe më pastaj tek çdo punonjës shtetëror që është edhe oficeri i policisë të rendit që duhet të monitoroj. Duhen parandaluar, duhen kapur sinjalet, puna duhet bërë me përkushtim, kanë detyrime. Edhe duhen adresuar, nuk mjafton vetëm që të jemi njësoj stërvitur edhe të lexojmë sinjalet, por ama edhe duhet adresuar. Nuk ka nevojë shumë për të qenë një sy i stërvitur, mjafton që ti të bësh detyrën në kushtet më normale të mundshme, të bësh minimumin e mundshëm. Kuptohet kur një nxënës ndihet i bullizuar. Kuptohet kur një nxënës është i ndrydhur, është i mbyllur, nuk shprehet. Në rastin konkret, shkolla u tha që nuk e ka një psikolog, sepse është me leje lindje. Si rregull, leje lindjes parashikohet dhe merret më përpara. Dhe institucioni përkatës duhet të merrte masa për zëvendësimin e rolit të psikologut me një psikolog tjetër. E di pse s'ndodh kjo vis? Pse? Sepse kanë frikë se i zënë vendin e punës. Edhe bëhet palë, edhe drejtoria e shkollës, edhe drejtoria arsimore atje, sepse ndoshta ai personi që ka shkuar atje, ka shkuar me mik, e lënë në heshtje, inshallah s'po ndodh gjë në shkollën tonë, se kanë frikë se personi që do vi mund t'i zërë vendin e punës atit personit tjetër. Pavarësisht se me ligj, kur je me leje lindje, nuk shkarkohesh nga puna, nuk përjashtohesh nga puna, por që kështu funksionon Shqipëri. Megjithatë, shtatzania nuk është smundje, është një proces dhe të gjitha ne kemi qenë shtatzan, kemi shkuar në punë, kemi bërë punën tonë, unë nuk e di në çfarë periudhë shtatzanie mund të jetë psikologja e shkollës, por ama duhet ishte marrë një zëvendësim dhe zëvendësimi ndoshta mund të jenë arsye që parashtroi edhe avokati nuk duke ditur si funksionojnë gjërat këtu. Sepse kemi të bëjmë me adoleshentë të moshës 15 dhe 18 vjeç. Është një nevojë e ngutshme. Ka qenë një nevojë e ngutshme, gjë që ndodhi kjo ngjarje, nuk e di kush janë masat që shkolla duhet marrë tashmë. Ama kjo mbas kësaj ngjarje për në lidhje me psikologën. Shiko, ne pam edhe mos reagimin e shkollës, e drejtorisë së shkollës, e mësuesve.
ata duhet Ku janë kishin aktorët e reaguar, tjerë? Ku duhet janë kishin aktorët e përcjell tjerë, sepse mesazhe neve themi psikologu. Jo ta kalojmë këtë rast. Psikologu është një rol Kemi vite mediator. që e bëjmë mesazhe Psikologu sensibilizuese, jemi ngopur me mesazhe, nuk duam. Psikologu është një rol mesazhe, duam mediator. punë tani. Psikologu mundohet që të jetë në funksion të nxënësit. Është aleati, është miku më i afërt i Ti e bën, nxënësit. Irina, çdo ditë Është një këtë. person patjetër, unë dhe gjithë kolegët e mi. Një njeri që është profesionist dhe punon me skrupulozitet, është aty për ata fëmijë, për t'i bërë të ndjehen më mirë, Dhe përsëri për të qenë më të sigurt dhe nuk më e të shpëtuar nga mbrojtur. agresiviteti i Dhe më fëmijës të tonë. mbrojtur. Apo jo? Të ka ndodhur dhe ti në ngjarja. Po, ndam një episod, prandaj duhet i themi dhe nënës së 15 vjeçares. Nuk e vetëm. Na ndodh dhe ne. Absolutisht, nuk jemi vetëm, ne jemi prindër, unë jam nënë e 2 fëmijëve, jo më larg se para pak ditësh, u gjenda në një episod shumë të pakëndshëm, por që mu desh të isha plotësisht në rolin e psikologes dhe jo në rolin e nënës. Nuk më prevaloj dot instikti nënës mbi detyrimin profesional që kisha ndaj tim biri, ndaj nxënësit tjetër dhe ndaj të gjithëve që po parandalove shikonin. do ti këtë Nuk Iren? munda sepse ndodhi aty për aty, ishte pra, ka dhe raste incident, akute, të sepse minjëhershme, ishte, unë e thash. po, Në ishte në rastet e proces minjëhershme për si duhet shtatjeje veprojnë. dhe ishte thjesht një çështje emergjence, ama u mundova që të tregoja mirëkuptimin tim, të tregoja rëndësinë e të qenurit empatik, të instalimit të dhëmshurisë dhe i sjelljes njerëzore dhe qytetare. Pse? Sepse ishte thjesht një fëmijë dhe Pate mirë kuptimin edhe të prindit tjetër, ë? Po, pata një reagim shumë pozitiv. Djali dhe vajza në lidhjen e 15 vjeçares nuk ka pasur prindi ta merrte nënën dhe t'i thoshte dëgjoj, shprehim keqardhjen që fëmia jon është sjell kështu apo ashtu me vajzën tënde, ne solidarizohemi si është vajza, një mbështetje të tillë prindrit e këtyre dy nxënësve nuk e kanë bërë me nënën, sepse nuk e ka bërë as shkolla, as shërbimi social, as komuniteti i zonës. Babai thotë, unë kujdesem për fëmijët, djalin 12 vjeç, 18 vjeç dhe nuk më ka ardhur askush të trokasë në derën time. Dhe kjo është pyetja që unë nxjerr nga emisioni me zemër të hapur. Është një sistemik i jashtëzakonshëm. Vajza është mirë në duart e mjekëve pranë nënës. Po këta dy fëmijët e tjerë, dhe sidomos për djalin 12 vjeçar, që i kemi thënë që në momentet e para që është edhe ai bullizuar. Duhet kishte hyrë në rol dhe në funksion, sepse përveç asaj vajzës që tashmë është duke u kuruar në ambient e spitalit, po kemi edhe një të mitur tjetër, 12 vjeçar. Duhet vlerësuar niveli i riskut. Trauma që ka kaluar kjo familje, tani problemi nuk qëndron më vetëm tek 15 vjeçarja, që është ndjerë bullizuar dhe ka kryer atë akt. Por tani traumë ka e gjithë familja, kanë prindërit, po ka dhe ai fëmia tjetër 12 vjeçar. Tani për kaluar këtë traumë që ka marrë vllai i vogël, i mitur 12 vjeçar, çfarë kanë bërë institucionet? Është afruar në psikolog, në punonjës social? Unë shpresoj që këtyre pyetjeve të marrim përgjigje. Për të kaluar këtë lloj situate. Atëre, këtyre pyetjeve që kemi ngritur ditën e sotme, të marrim shumë shpejt një përgjigje dhe të marrim kujdesin e duhur më tepër se sa përgjigjen e bukur, që do të thotë ndërhyrjet menjëhershme. Okej, e mbyllim kështu. Sepse nuk është okej, domethënë nuk mund të shpërfillet bullizmi dhe nuk mund të kalohet në heshtje. Mirë, ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, përpara se ta falenderoj edhe babain e 15 vjeçares, ke një thirrje të fundit drejtuar kujt? Çfarë kërkon ti si baba sot? Ndërkohë që regjia bën gati nënën. Po? Radh parë unë kërkoj institucioneve të arsimit shkollor. Edhe në çdo klasa të ketë të zbatoj më mirë ato ligje që i përkasin pikërisht bullizmit. Psikologja të jetë në detyrë të plot të funksionoj, si dhe oficeri i rojës që e ngarkon detyra ligji që ai thotë. Pra, që fëmijët të kenë një proces mësimor, shumë të lehtë brenda ambienteve të shkollës, është detyra e shkollës dhe gjithë stafit pedagogjik. Unë të falenderoj që të kisha në këtë studio, bashkë do mbetemi përsëri në kontakt, se u ta ndjekim këtë rast jo vetëm të vajzës, por edhe të djemve, ndërkohë që kam nënën regjia, po, Zoj, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni, unë do doja të dëgjoja edhe apelin tënd si nën. Çfarë kërkon ti në fund të këtij emisioni? Po, unë do normale që të kërkoj drejtësi. Të thash, tani për momentin jam këtu në spital, po kur të dal në spitale normale që nuk të salen dhe heshti. Ne do jemi së bashku në kontakt dhe do ta ndjekim bashkë rastin, mirë? Patjetër, nga momenti që të dal normale që
do shkoj tek prindit. Faleminderit për prezencën tënde, për qytetarinë e ju të dyve, ma përqafo vajzën dhe bashkë do mbetemi në kontakt. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Bashkë takohemi nesër në mesditë me një tjetër temë dhe me të tjerë personazhe. Deri atëherë, miru takofshim.